nuk ka kuptim ndryshe dhe është kontradiktore që ne të bëjmë një pyetje, domethënë ose të vëmë ndyshim se është ekuilibruar, a është në balans Islami si fe apo jo, kur vetë Allahu xhelle xhelalu Islamin e ka sjellur për mbar njerëzimit, jo thjesht si një sistem që lidhet vetëm me adhurimet apo vetëm me raportin që duhet ketë krijesa me krijuesin, njeriu me Allahun xhelle xhelalu, por është sistem jete. Dhe duke qenë se është sistem jete dhe nuk e ka lënë në dorë njeriu ta zgjedh vetë me kuptimin që ta përpunoj vetë, t'i gjej gjërat, gjithçka hynore, gjithçka e përcaktuar nga Allahu xhelle xhelalu. Dhe duke qenë se është e përcaktuar nga Zoti fuqiplot, patjetër që është e balancuar nga të gjitha anët. Mirë po, Islami ka dhe këndvështrimin dhe dimensionin tjetër kuptimor është më i gjerë në aspektin e balancimeve. Kemi çështjen e dynjas, kemi çështjen e ahiretit, kemi çështjen e jetës, kemi çështjen e pasjetës, pra pasjetës së kësaj bote. Pra balancimi nuk është brenda kësaj dynjaje. Balancimi është kur ne shikojmë të dy botët të bashkë. Dhe për sa i përket jetës së kësaj bote, çdo gjë Allahu xhelle xhelalu e lidh me lehtësimin. Për shembull, nëse do të kapim çështjen e adhurimeve, kërkon Zoti prej nesh shumë më pak nga ajo që ne kemi mundësi të veprojmë. Kjo është tolerancë dhe mëshirë nga Allahu xhelle xhelalu. Në rastin konkret, nëse në 24 orë pronari kërkon nga punëtori i tij të punojë 8 orë, Allahu xhelle xhelalu kërkon prej teje të angazhohesh vetëm 25 minuta. 5 namaze. Shumëzim për 5, 25. Gjysma e orës. Nga 24 të tilla përbëhet dita dhe nata. Pra, jo vetëm që është çështje domethënë nuk lidhet a është e balancuar, s'është e balancuar, është mëshirë, është tolerancë, është lehtësim. Nga të gjitha këndvështrimet e tjera, po ta kapim, po të bëjmë një analizë të thjeshtë, Allahu i Madhërisëm vërtet ka zgjedhur për njeriu atë që është më e lehta, atë që është më e mira për të, dhe nëse dikush do të pyes, po shiko, pse do ta zgjedh Zoti për ne mos ta zgjedh ne vetë, sepse ne nuk do të kemi unifikim. Ne nuk unifikohemi dot me njëri tjetrin. Dhe Allahu zgjedh diçka të lehtë, por unifikuese. Dhe rasti më i bukur është qapja. Shkojnë të gjithë atje, unifikohen, 30 e sa raca, 50 raca, ndoshta edhe 60 raca të ndryshme, nuk kanë gjuhën e përbashkët, nuk kanë zakonet e përbashkëta, nuk kanë traditat e përbashkëta, dhe me një ikamet që jep muezini, mblidhen gjithashtu në format e ato rrethët rreth qapës, mahnitet e gjithë botën. Ka një qëllim caktuar ata, andaj edhe duke qenë se qëllimi është hynor, duke qenë se lidhja është me krijuesin, atëherë dhe domethënë ne nuk kemi më probleme me njëri tjetrin. Ne jemi në paqe. Prandaj dhe Islami faktikisht është në nështrim, pra ti nështrohesh Zotit, por ajo që është përhapur shpesh tek më së shumti tek njerëzit që Islami është fe e paqes, paqja është rrjedhoi e kësaj. Kur ne i nështrohemi Allahut, do të vi paqja, sikur ajo që rasti që përmendëm, në namaz e njëjta gjë, në Qabe kur bëjmë tawafin e njëjta gjë, në ritet e tjera e njëjta gjë, pra i nënshtrohemi krijuesit, rrjedhimisht do të vi dhe paqja.